arsyeja thelbësore pse zoti Kurti dëshiron ose nuk ka dashur me kandidu zonin Osmani, lidhet me performancën e saj në arenën ndërkombëtare. Pra në gjithandej ajo ka shkëlqyer në reprezentim të Kosovës, reprezentim të vetës e tjerë, për shkak se kjo e para. E dyta, Vjosa Osmani ka qenë në Kosovë, e ka shojt opozitën, sa ka qenë, u ka dalë jashtë e ka shojt Kurtin. Ka marrë një balancë, është e vërtetë. Jo, këtu ka shojt opozitën, mi hin qef Kurtit, kur ka dalë jashtë, në këtë takimet e ka shojt Kurtin. Edhe, që me thonë, dy atlarë me një hu nuk lidhen. Kështu që menej që është pjesë e kësaj, edhe besoj që zoti Kurti kalkulon që Vjosa Osmani nuk është faktor i rëndësishëm elektoral. Ndoshta dhe Albini nuk do hijet personave tjerë që t'ja marrë gjithë shkëlqimin që ndikohet tek çështja e Kosovës. Sigurisht. Unë kështu mendoj fakt, dhe mendoj edhe një tjetër që Vjosa Osmani bëri një vendim minaçor lidhje me kushtetutën. Nuk e di, ndoshta gjykata kushtetutë do t'i japë të drejtë, por vendimarrja e tij mendoj që ishte shumë minaçore dhe shumë e ndjeshme, po themi, edhe për në opinion. Po pse i duhet Albinit presidenca? Këtë nuk po arrit të kuptoj, për të marrë antar të gjykatës kushtetuese apo për çfarë? Sepse ke shumicën. Presidenca është kortezi në një farë mënyrë. Dhe me Vjosën kanë pas një balancë, deshe, disa gjëra i kanë balancuar. Absolutisht, unë çudit na zoti Kurti është shumë rigjid, që më thonë vazhdimisht në skenën politike të Kosovës, për shkak se ai ka përshtypjen që me kalimin e kohës ka fillu një pëlqyetje loja që e bën me opozitën e tjerë për shkak se ndihet superior në krejt diskursin e tij. Realisht këtë e kam bajt që në fillim aj. Unë mendoj që nëse ku jemi të dekreti, është peshë e madhe, pra mos harrojmë para 3 muajve 1 milion qytetarë kanë dalë në zgjedhje, kanë votu, e kanë vendosur këtë qeveri, edhe ti me shpërnda me nxjerrje dekret për me shpërnda parlamentin është një barë e madhe, është një barë e madhe. Unë mendoj që nëse do t'i jap kohë edhe 60 ditë zoti Kurti do të bëjë gjithçka që presidenti t'ia jap opozitës. Do të bëjë gjithçka për shkak se aty ka ra loja me familjen Jashari që ta vërtetë